Mirëmëngjesë të dashur ujor, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është djalli. Kuptimi i djallit në këtë version të këtyre letrave. Jeni të lidhur me diçka që ju kufizon. Por zinxhirët janë më të dobët se sa mendoni të dashur apo se sa duken. Varësi ose modele të dëmshme. Mund të jetë një marrëdhënie toksike, një zakon i keq ose një mënyrë të menduar që të mban apo ju mban të bllokuar të dashurior. Ju mund të ndiheni të kapur, por në të vërtetë absolutisht fuqia është e juaja për të liruar. Loj me hijen e vetes. Kjo letër të fton të shikosh drejt asaj pjese të vetes që nuk dëshiron ta pranosh, të dashurior, frikrat, pasionet, iluzionet, manipulimet dhe të fillosh të çlirosh veten nga kontrolli i tyre. Tani, manipulim apo kontroll. Në një situatë ose marrëdhënie mund të ndihesh i manipuluar apo e manipuluar, por gjithmonë ka një zgjidhje apo ke një zgjidhje, edhe nëse ajo duket shumë e vështirë. Mund të jetë pasioni i tepruar. Nganjëherë kjo letër flet edhe për joshje që duken të ëmbla në fillim, por të djegin në fund. Është koha të shikosh çfarë je duke lejuar të sundoj, të dashur ujor. Një fjali për të mbajtur mend. Djalli fiton vetëm kur ti harron që ke zgjidhje.